Doktor, shpëtimi një kampionat besoj që ka nxjallë interes edhe tek ekipi i Spitalit, tek mjekët dhe besoj që po e përjetoni me kënaqësi. Sigurisht, kënaqësi në fakt e madhe. Na kena, si që kam thënë edhe më përpara, kena pas pasion edhe me të thënë drejtën është e përgatisim edhe gjatë javës jeni me tjetrin e përgatisim sepse është emocion shumë i madh kur vi me lut. Sa tash kënaqësi e veçantë sepse kena përballë ty janë dikur illuj ton. Është vllaznia e dikurshme me lut me ta. Një kampionat institucionesh dhe mbi 40 vjeç. Besoj që kjo është edhe një farë risi tjetër e shoqatave regionale të futbollit shkodër. Po të shifsh ekipin ton janë tanë mjek dhe infermiera. Asnjë vetëm institucion që s'ka huazu asnjë nga institucionet e tjera ose të moshave tjera kështu. Janë mi 40 vjeç tanë dhe janë infermiera dhe mjek. 3 mjek dhe 3-4 mjek dhe pjesa tjetër janë infermiera. Ju po tregoni që dini edhe të luani futboll përveç se bëni punën tuaj të sigurisht sepse është zotësi shumë e madhe mu bë mjek edhe infermier. A sakrificë e madhe edhe për ne edhe për familjet tona që ne na bë mjek. Dhe është një etapë më në se sa sporti. Dhe me ditë me bë mjek sigurisht mendoj që duhet me ditë me bë edhe sportin. Mendoni që një kampionat të tillë duhet vazhdojë edhe vitet e ardhshme? Sigurisht është kënaqësi, me kujdes, me rujt shnedin e kështu, është mirë, është për shnedin, është për pasionin, është për kënaqësinë, për emocionet pozitive që t'jep këto lloj ballafaqimesh dhe ndeshjesh. Faleminderit. Asgjë, faleminderit.